Të ne mësu me bo pasullin edhe që bapin me shqit minjerë, me marë parët, a nuk është investimi shamë me bo investimet në për këto vende që janë shamë kinematografia, filmi. Shpejt kome dale dhe kome afkazu historinë se shumica tëjnë ki ka bo, kështu a i ka bo ashtu, populli nuk e beson, po kur kome tonë në veridrizja të fjartë edhe ato me vule, kush ka bo atëre kanë me di se 45 vjetë jam rrugune. Sikur këtu që ku mordën që 24 vjetë kur njerës më kanë thirë një seminar me më bajtë në karate. A unë jam i zgjidhën karatisi me mirë gjitha korave. Përshëndetje. Përshëndetje, të lutem. Ngam, nuk ka njeri që s'njef. Po, pyetjet e shumëta që më kanë ardhë mrena redaksis tonë, në kanë ardhë pyetje për kur do t'a bësh një film në Kosovë. Kosovë kena ne skenografin që kena bo skenën me Mehmet Kranja dhe me Isa Qosën. është filmi për 1912 dhe 1999 që ka ndodhë kretë, mi u tërgu kretëve që ne s'kena pas probleme me kërkon, po neve na kanë bu problem. Ai film është, nuk ka film sikur këta që bëjnë 200.000 300.000. Ai film duhet minimum 3-4 milion mu gjeru. Për me qenë në kanë edhe që jam i sigur që këtë bota kishë pas atë film. A është bo skenari ati filmi? Kena me skenari me kreti, kena skenari është në pjok të ndajt, ama të ne mësu me bo pasullin edhe që bapin me shqit minjerë, me marë parët, a nuk është investimi shamë me bo investimet në për këto vende që janë shamë kinematografia, filmi, sporti, arti, kultura, se nuk mund ishte për një ditë me që shtash në Sabah me bo pasullin, në kësha me shqidut, puna e madhe me qenë, edhe mi e tërgu që vetëm me artë edhe me sport kultur është mbi shtet. A keni kërku ndim ose financiare prej Ministrisë Kulturës, prej Shtetit Kosovës, prej qeverijës, për mi u përkrasë, sepse është një film që i do thonë ti, është një film gjigant. Aja, kjo skenografia, krejt bota i shudi qëfar filmi është, akutan, po kërkush t'jep kur gjo. Ta biznismenat na që janë premtime sa dush, ande kënde. Rana po fund. Edhe kjo ka kalu, ka shku kjo një periudhë e gjatë, një biznismen që ka premtu ato që mbaci biznismen e madhe e ka rejt këtë situatë, po shumë shpejt ku me do një intervjistë dhe ku me ka zdu me emna mbi emna kush janë krejt. Që kanë rejt. Po që kanë rejt ato dhe shumë shpejt ku me dole dhe ku me afkazu historinë se shumica tëjnë ki ka bo, kështu a i ka bo ashtu, populli nuk e beson, po kur me tonë në veridrizja të fjartë edhe ato me vule, kush ka bo atëre kanë me di se 45 vjetë jam rrugune. Edhe një disi pare në kuqë kushon kretë pi A, D, Sh, po ku marrë koha, edhe kanë me pas sa bëjnë 2-2. Enver, po ta bëjnë një pyetje kështu. Andra jem, o ka një jetë me më taku një herë, si Enver Idriz. Po so njeri ka andër më të pa, e na shteti jonë, sa po të përkra ty, sepse po duka që aktorët e mëdhaj, njerëzit e mëdhaj që kanë dhanë për artin, për futbolin, për sportin, për përgjithsi. Qa keme folti mas pari, Bekim Femiu ka qenë legenda gjitha korave, kër ka të zdeshin një fol njerëzit. A din kush, kolegët e vetë, edhe rejti e vetë, sikur këtu që ku mordën që 24 vjetë, kur njerës më kanë thirë një seminar me më bajtë në karate. A unë jam i zgjidhën karatisi me mirë gjitha korave. Nuk dojnë, të këmë të regu dhe intervjistën tjetër, armiki maj madhe shqiptari të shqiptari, edhe dojnë, badi ova e ki, të forë gjithë ditën krejt e dimni, shteti, qëfar përkra shteti veç për veti e ka. Sa me marë sende, sa me marë kush i interesant për filmin e Kosovës, për mërë një drizin për ty ose atë tjetërin. Nëse nesër bëhat që këtë film, që këtë andër, që i skenarë në fjok, nëse bëhat realitet, a ka më kanë edhe one pjesë që ati filmi? Digjo, ajo filmi ka pas, ne me lujt, e kena bo për me lujt, jena konë 3 vlazër në konë, Bekim Femiu, Faruk Begoll dhe dhone. Ne 3 kena pas me lujt atë film, vitin 2000 e kena pas me lujt filmin, po Bekimi shkoj, Faruk i shkoj ju jetë ti, atëre s'ka problem, ti jetë. Bravo! Respekt! Respekt, kërë në bukër, kalofshi mirë. Jo të dashër meq, rëni me neve, sepse gjanat e mira i sëllën veç nga Kosova Info ju informon për çdo gjë.